Historia e fotografisë shqiptare ka pak emra themelor, por disa prej tyre mbeten kaq enigmatik dhe kaq të panjohur edhe sot e kësaj dite për historinë e fillimit të punës së tyre sa Pietro Marubi. Njeriu i cili ngriti, le të themi, studion e parë fotografike në Shqipëri, mbetet edhe sot e kësaj dite një figurë me shumë të panjohura. Megjithatë, drejtori i Muzeut Marubi në Shkodër, një studiues gjithashtu i fotografisë, njohës mjaft i mirë i saj, është përpjekur të bëjë një hulumtim, një udhëtim të gjatë shkencor për të hedhur dritë mbi këtë figurë. Luçan Medeni, faleminderit që jeni një grush librash, edhe të falenderoj shumë për këtë libër kaq të vyer, kaq të bukur, edhe kaq interesant që ke shkruar për Pietro Marubin. Gati do të thoja unë, ke qenë në pozitat e një detektivi nga Piacenza në Parma, në arkivin qendror të shtetit, në arkivat e Shkodrës, në dokumentet austro-hungareze e kështu me radhë, për të zbuluar shumë çka nga historia, nga lindja, nga jeta, nga vazhdimësia, por edhe mënyra se si erdhi në Shqipëri dhe si ngriti këtë studio të parë fotografike Pietro Marubi. Faleminderit Beti për ftesën, po atjetër që është kënaqësi me kanë një pjesë e një vendit ku flitet për librat, po me drejt ti e cek faktin që është duk si një investigim, edhe mu më pëlqen me thujë që është një libër investigim artit. Nga njëherë deri në kufit e fiksionit, por në fakt është një hulumtim i shtrim në thujse 12 vite me radhë, ku asnjëherë nuk dinte me maru për faktin se gjithmonë kishte disa enigma, pra fillimisht hipoteza, pastaj enigma e pastaj disa gjetje dokumentesh që i jepshin përgjigje të gjithë këtyne mendimeve që shpeshherë më çojnë në drejtime, do thoja deri diku edhe absurde, deri mandej që ky rreth e përmyllej me gjetjet e atyne të vërtetave që një farë mënyrë të ndërtojnë një herë e mirë, vendosin disa pika miji për figurën e atij që është themeluesi i të parë studio fotografike në Shqipëri, pra Pietro Marubit. Na nuk kena një tjetër, kam pas gjithmonë dëshirën që të hulumtoja pafundësisht për me mujt, pse jo, me gjetë të tjera gjurmë ndoshta edhe më të hershme, por Pietro Marubi është qartësisht figura që na parafron mos shumti me gjurmët ose me hapat një koshëm të fotografisë në Europën e shekullit 19. Atëherë ta nisim që nga fillimi historinë e Pietro Marubit, sepse enigmat për të nisin që nga data e lindjes dhe vendlindja e tij që është Piacenza. Dhe ju keni zbuluar tani më me dokumente që të shekullit të 19, ku lindi, si lindi, familjen e tij edhe priardhjen. Atëherë hulumtimi i librit fillon praktikisht nga shtesa që ky libër ka, nga një appendix në fund, i cili ka të bëjë me hulumtimin të asaj që ne kemi njohur deri më tashti si fotografia e parë shqiptare, por që sigurisht ne do e lam për të fundit për me fol për këtë pikë, por nga shumë biseda me Willy Kamsin, mi veprimtarinë apo kush ishte Marubi, apo referu çdo tekstit më parshëm të shkruar për te, ku edhe i kam risjall në libër, gjithnjë këto tekste ishin deri diku përsërit njëri tjetrit, pa dash me ul vlerën as kërkujt, as një kontribuesit që ka shkruar më parë për te. Dhe dasht me hulumtu për fotografinë e parë, rruga më ka çu në varret e Rmajit, aty ku familjet e vjetra katolike të Shkodrës i kanë përkujtimorët edhe me fotografitë e Marubëve. Dhe vari i Pietro Marubit ishte i vandalizuar me 2 foto të thyera, por ju jeni treguar shumë skrupulos, sepse keni gjetur jo vetëm datën edhe foton e Pietro Marubit, por edhe të shoqes. Dhe gjetja fillimisht e varrit Marubit, që në fakt kisha kalu me 10 herë në atë rrugicën e vogël aty, në varret e Rmajit, dhe imazhet e tij
imazhi i tij, fotografia e tij e vorrit e thyme ishte patjetër një dramë e madhe. Si ka mundësi që themeluesi i fotografisë, ai që e sjell këtë medium në Shqipëni, edhe imazhin e tij kishte të thymë. Por më kanë shërby shkrimet pranë bordurës të imazhit për me fillu kërkimet. Dhe mas shumë vitesh, ndoshta 2-3 vitesh më radh kërkimin në arkivat e Parmës e të Piacenzës, u arritën mu gjetë një sër dokumentesh përmes edhe njëllimit të disa miqve të mi atje. Dhe kështu ardhen një grup i madh dokumentesh, të cilat ishin të gjitha dokumente lidhjesh e vdekjesh. Madje edhe akti martesës me këtë grua Marietën. Marieta ishte 21 vite më e madhe se Pietro Marubi dhe pikërisht tek varri shënohet data e vdekjes së saj edhe mosha. Ka vdekur në 1892, ishte 78 vjeç. Dhe akti, për shembull, referu aktit martesës së Marietës me Pietrën, ajo është gjetë në një tjetër burim arkivor, siç është katedralja e Shën Shtjeftit e Shkodrës, e cila mban të gjithë librat e matrimon. Aty është gjetë edhe... E takoj në Shkodër? Po. U takun në Shkodër, është mjaft e çuditshme, se patjetër që është një enigmë se ku ato mund të jenë taku, ku mund të jenë njoft. E kam një lloj hipotezet se si mund të ketë ndodhur ky moment. Kjo referuar disa dokumenteve të tjera që lidhen me veprimtarinë e Marietës, por që unë nuk jam ndalu në veprimtarinë e saj si... Atëherë, meqense do ta mbylli Marietën se ka shumë për të folur për Pietro Marubin, keni zbuluar gjithashtu që Marieta ishte mjeke obstetër dhe që këtë ju a ka përforcuar këtë ide edhe ai vëzhgimi i imtësishëm me lup që i keni bërë bibliotekës së Marubit, ku kishte libër për obstetrinë. Po të shohim, janë një sër imazhesh ku Marubi fotografon klientët e tij në studio, të cilët vendosin dorën, mbështeten tek një turr me libra. Mes tyne libra, një pjesë e madhe tyne janë libra ginekologji në obstetrinë. Për t'ju rikthyer sërish Pietro Marubit, i cili fatkeqësisht nuk la pasardhës të tij me Marietën, me këtë gruaj 21 vite më të madhe, ajo që ke gjetur tek certifikata e lindjes, po ka disa dokumente që ke gjetur në Parma dhe Piacenza, ka lidhje me një detaj shumë interesant. Quhet Benedetto Pietro Lorenzo Marobi, shkruhet disa herë në dokumente atje. Atëherë, po ta shohim, po t'i referohen atë gjithë këtyre dokumente, dikun është Marobi e dikun është Marubi. Referuar një bisede të gjatë që kam pas edhe me arkivistët atje, apo edhe me njohës të italishtes apo të dialektizmave në zonën e Piacenzës, oja e uja kanë thujse të njëjtin, po e quajnë të njëjtin tingull. Por ai e shënon me emrin si Marubi dhe unë kam vendosur që ta maj të maj me emrin Marubi sipas vullnetit të tij. Simas dokumenteve apo simas firmave që ai lën në dokumente të ndryshme. E rëndësishmja, pra do thoja, pjesa më e rëndësishme të gjithë këtyre dokumentet që lidhen jo thjesht vetëm me aktin e tij të lindjes, i cili e sposton datën jo në 1834, por në 1832. E përkthelloi, Marubi vjen disi pak më i madh në Shkodër, arrin në Shkodër. Janë dokumentet e familjarëve të tjerë. E këtu kuptojmë patjetër një dramë të madhe që ka pas familja e tij, ka vdekja e shumë fëmijëve, e deri që pastaj vdekja e nënës në moshën 8 vjeç, mandej dhe babait që ishte martuar me një grua tjetër. E deri te fakti që pastaj ky djali i ri si thosh fillojnë hapat e tij të para të maturimit në qytetin e tij të Piacenzës, edhe deri në momentin që ai fillon rrugtimin e tij të edukimit. Të maturimit edhe politik.
A ishte njëra nga pyetjet që e përpjekur t'i japësh përgjigje, është ajo nëse ishte Pietro Marubi karbonar dhe i përfshirë në lëvizjen për bashkimin e Italisë. Dhe çfarë ndodhi që ai u largua nga Piacenza, sepse akuzohej fillimisht për vrasjen e një kryebashkiaku e mandej për atë të një duke të rëndësishëm atje. Atëherë, kjo është prap një pikë mjaft interesante, se gjithmonë jena referu Marubit si një karbonar, si një person i cili merr pjesë në vrasjen e një kryebashkiakut. Duhet ta theksojmë një herë mirë që Marubi nuk është një karbonar, sepse karbonaria lind në vitin 1805. Pra, thuaj se 30 vite përpara se sa Marubi të lindte vetë. Nuk dhe këtu duhet të theksojmë edhe një tjetër detaj referu po e quajnë veprimtarisë tij që nuk merr pjesë në një vrasje në një kryetari të bashkiet, sepse nuk kishte një organizim me një bashki, por kishte një Piacenza ishte pjesë e dukatit të Parmës, Piacenza dhe Guastals, dhe qeverisej nga një duk. E ky duk ishte Karli III Bourbon. Dhe të gjithë hulumtimin për me mrrit të Marubi, që kam mrrit rastësisht fal dokumenteve, ka fillu nga hulumtimi për të kuptuar nëse kishte një figurë kaq të rëndësishme të vrarë gjatë shekullit 19 në qytetin e tij. Etj. Deri që dhe investigimi të çojë që jo vetëm kishte, po Pietro Marubi ishte i përfshirë, ka lënë dëshmitë e tij, i pyetur nga policia, i është bërë gjyqje, është dënuar 20 vjet, është falur pra një odise. Një jetë shumë interesante, të mënyra se si të kret ato mënyrat se si ai dënohet, që unë shpeshherë e paralelizoj me ato dënimet për agitacion e propagandë nga diktaturës në Shqipëni, kështu dënohet edhe Marubi, jo me akuza asnjëherë të vërtetuara apo konkrete. Pse e them këtë? Sepse Marubi e merr si pjesa më e madhe të rinjve, patriotëve italianë të periudhës risorgimentale, ai merr pjesë në atë që njihet sidomos në atë zonë, në grupimin Giovine Italia, të rinjtë e Italisë, ku figura kryesore e cila udhëheste këtë lëvizje ishte figura e Giuseppe Mazzinit. Kjo figurë ishte ajo e cila e kishte radikalizu lëvizjen patriotike, e cila kishte kalu tashma jo thjesht nga po e quajmë klasa nga punëtorët e rëndom, por tek intelektualët, të cilët i ishin... Dhe Marubi ishte i tillë se ishte bërë një shkollë arti. Ishte bërë një shkollë arti. Dhe këtu duhet të theksoj edhe një tjetër moment të rëndësishëm. Është vetmja figurë e rilindjes kombëtare që ne kemi, i cili ka një shkollim kjo art, ka një akademi, po e quajmë, për si piktor arkitekt në Instituto Cazzola. Dhe përfshimja në grupimin Mazzinian e shkon në përshtatshmëri edhe me ngjarjen që noll vite përpara në Paris me atentatin që Felice Orsini bën e Napoleonit III, edhe këtu Orsini sërish është njëri që vjen nga Giovine Italia. Kështu që në 26 marsin e vitit 1854 noll atentatin ndaj dukës së Parmës Karli III Bourbon, i cili mbetet i vdekur. Referu studiueses do thoja më të sinqishme të historisë së Karlit III, cila është një studiuese pranë Institutit të Lukës, ku ajo i dedikon thjesht gjithë jetën pikërisht aktivitetit të Bourbonëve dhe në mënyrë të veçantë edhe analizës së vrasjes, nuk kishte arrit asnjëherë për të kuptuar se kush ishte vrasti konkret. Dhe prandaj ndoshta ndodhe amnistia dhe falet. Dhe mrritja deri te Marubi më vjen si pasojë disa dokumente të tjera, të cilat unë i kam gjetë në arkivin e Zars, e Zadarit. Pastaj Zadari është një moment krejtësisht surprizues, i cili me ka rrëzu poshtë, do thoja
kret mendimet e para, po kret hipotezat e para që unë i kam pas. Dhe që kanë lidhje me mënyrën dhe rrugtimin se si ka ardhur në Shqipëri, sepse mendohej se mund kishte ardhur nga Vlora, ka qëndruar në Korfuz, ndërkohë edhe në arkivin e shtetit ka një, si thuash, një letër apo një dorëshkrim të djalit të Kel Marubit Rokut, i cili ka, si thuash, kujtimet e veta nga babai, por në fakt çfarë ju ka rezultuar, sepse ka një deponim para konsullit italian të Shkodrës dhe aty ka shumë çka që rrëzon pretendimet e mëparshme. Ajo se çfarë nol pas vrasjes është që një grup i madh të rinj arrestohet. Dhe akuzat ndaj këtyre të rive asnjëra nuk është për vrasje për askënd, nuk ka dyshime. Thjesht janë të rinj të cilët akuzohen ose përdoren prova ndoshta edhe të falsifikume, të fabrikume pra, thjesht për t'i lanë në burg këto të rinj të cilët dyshoheshin si mund të. Dhe pjesë ishte edhe Marubi, të cilin edhe e dënojnë me burg. Pastaj, pas një amnistijet, a i largohet. Në momentin që a i largohet, Marubi këtu fillon një rrugtim për t'u largu përfundimisht nga vendlinja ati. Fillimisht a i shkon në Trieste, edhe aty pra një celule, do thoja, patriotës kundër regjimit Burbonëve, nga Trieste udhton drejt Zarës, nga Zara në Korfuz, dhe në Korfuz ai bën përpjekjet më të mëdha për me jetu. Por ishte e pamundur, kjo referuar edhe dokumenteve, sepse jetesa ishte bërë mjaft e vështirë për emigrantët italianë. Kështu që ai rikthehet sërish në Zarë. Dhe në Zarë i vetmi i cili e mbështet është arcipeshkvi i Zarës, Federico Bianchi, i cili e ndihmon edhe i ofron punë si një piktor i afreskeve, i pikturave murale të kishave. Për fatin e keq, ne nuk kemi asnjë prezencë më të rujtun në Zarë, si pasojë e bombardimeve të gjatë luftës dytë botërore, ku Zara është një ndër qytetet më të dëmtuara në Dalmaci, por që ai punon si tillë. Madje edhe aty arrestohet sërish nga policia e Dalmacisë, e cila ishte sërish një polici në ndëkimin austriak, dhe pasi e majnë për disa kohë të arrestuar, policia majnë disa raporte për te, atëherë vendosin që ta dëbojnë nga Zara përfundimisht. Dhe ky është momenti që do thoja i fatit që kthen nga Shqipëria, sepse ky është momenti që Marubi largohet përfundimisht nga Zara drejt Shibenikut, Budves dhe përmes Rijek Crnjovica në malin e Zi, nëpërmjet një lundre në qytet, në këtë port të vogël, vjen përmes liçenit Shkodrës dhe mrrin në Shkodër në tetorin e vitit 1858. Kur ishte 26 vjeç. Tani, raporti të konsullit Durjo i bashkangjitet një përmbledhje informacioni që shkruani ju, Dikasteri Suprem i Policisë së Vienës ka mbi aktivitetin e Marubit, dhe në të cilin shkruhet: Marubi Pietro, litograf dhe bojaxhi dhomash në Piacenza, katolik, beqar, u nxor nga shtëpia në 14 tetor të 1858 nga drejtoria e policisë së Zarës për faktin se kishte shpenzuar një banknot false dhe sepse ishte një person i rrezikshëm për sigurinë publike, si dhe i dyshuar për idetë e tij politike. Ky person ishte dënuar nga gjykata kushtetuese e Piacenzës me 20 vjet burgim për falsifikimin e monedhave, por ju dha falja në vitin 1857 dhe u transferua në Shqipëni sipas një vendimi të marrë nga shtetet e Parmës e të tjerë. Pra edhe puna si arkitekt, edhe si piktor, edhe si bojaxhi me gjas në Trieste, ku ai kaloi një periudhë të kësaj kohe. Ndoshta aty është njohur edhe me fotografinë, sepse deri tani nuk kemi asnjë gjurmë të fotografisë së Pietro Marubit, që do të bëhet aktiviteti kryesor i tij. Atëherë, janë 3 momentet që unë i kam pas gjithmonë në konsiderat, referuar historisë të fotografisë së mesdhët, edhe në mënyrë të veçantë edhe këtyne vendeve, po e quajnë Dalmaci, Greqi, Turqi. Trieste, Zara dhe Korfuzi janë 3 qytete të rëndësishme për fotografinë. Në Trieste, siç edhe historia na difton,
pa tjetër që Marubi do të ketë ra në gjurmët e studios Sebastianuti and Benque, me të cilë do të kishtë edhe një bashkëpunim të ma vonshëm. Për të shumë fëmijët e kopshtarit ti. E kopshtarit të ti që bërë fotografi. Në Zarë, një tjetër me njoftë një fotografisë kishte studion e ti Tomaso Burato, dhe në Kurfuz, një për jamnave më të mëjtë historisë botnore të fotografisë, Felice Beato, kishte pas studion e ti. Pra, fotografia kishte ardhur disi më herë në këto vende, deri që mendoj se një i ri, një piktor, arkitekt i ri me pa mundësi financiare, shefte fotografia mediumin i cili mund t'i krijohet atij edhe të ardhmëna. Kështu që ky ishte momenti kulminant se si ky i takimit të tij me fotografinë. Po, se si ky kur vjen në Shkodër, pra 26 vjeçar, ne nuk kemi gjurmë që ai është marrë për së pari me fotografinë, sepse është marrë me arkitekturën. U strehua për 7 vjet, shkruani ju në konsullatën ruse. Askush nuk e di shtëpinë ku u vendos dhe ku ndodhej saktësisht studio e parë. Por ka qenë një punë skropoloze edhe nëpërmjet fotove për të gjetur në një mur vetëm fjalën Pietro, sepse Pema pastaj ndoshta ka fshirë, ka mbuluar vazhdimin Marubi. Kjo është një moment, një breng e madhe që kam pas dhe vazhdoj ta kem, faktin që na nuk e kena një fotografi se si ishte studio. Dhe gjatë hulumtimit ishte muaj mend si të shti. Dhe si ka mundësi që dhe vetë Pietro si ka bërë një foto? Noll gjithmonë me artistat, nganjëherë që nuk kujdesen për gjanat më të afërta. Por kujtoj që kisha pa me qindra mia foto të shkrepuna prej tij, prej Kelit më mrapa, kur arri shoh edhe një herë një imazh të qendrës, të Shkodrës, edhe aty për një moment shoh një strukturë që më futi pak në dilemë, e zmolloj kështu me një rezolucion më të afërt. Konsultohem me një mik timin që është njëkohësisht një ndër autorët e historisë fotografisë së Francës, Michel Pourvert, i cili është edhe një herësh drejtuesi i Akademisë për fotografinë, dhe e pyes si mendoni, them, të duket kjo si një strukturë, një studio fotografike. Po thot, po dyshim, madje po më bën përshtypje se s'kisha pa një studio kaq të madh. Dhe ku ndodhet në Shkodrën e sotme ajo studio? Në Shkodrën e sotme, unë kam rritë ta identifikoj se ku është konsulata ruse. Ajo ndërtesë ekziston ende sot. Është një ndërtesë përballë Kinema Republikës, aty afër, aty ku kishte kanë edhe ku ka kanë edhe katedralja ortodokse e Shkodrës, dhe diku aty në gjit rezulton që ishte. Dhe në cilin vit mendoni? Në 1856? Jo, unë mendoj që ai vendoset aty diku në fillimin e viteve 864, sepse është momenti kur ai përfundon shëndërturit e katedralen ortodokse të Shkodrës, përfundon angazhimin e tij pranë konsullatës ruse, martohet dhe vendosen një banesë më të madhe. Sepse ndërkaq edhe sundimi otoman kish nisur të lëshonte hegemoninë e tij dhe fillojnë të ndërtojnë edhe objektet e para të kultit, dhe me këtë fazë lidhet edhe puna e Pietro Marubit, sepse ai rezulton fillimisht të punësohet tek seminari i jezuitëve dhe të jetë mësues i vizatimit kur u themelua kolegji. Po dhe ky arkitekt i arqipeshkëvisë së famshme të ortodokse, me ndihmën e Ruzë, ju a keni arritur të hulumtoni edhe aktivitetin e tij fal një medalioni që keni gjetur tek fotot. Kjo është një tjetër moment, them drejtën, nuk kam pas asnjë lloj informacionit për fshirjen e Marubit. Thjesht ka pas disa gujllana që Marubi ka kanë një arkitekt i konsullatës italiane të Shkodrës, por kaq në letrën që Roccodelli shkruan për Pietron, ai identifikon disa prej këtyre ndërtesa, atëherë mashdash me hulumtu me tej. Deri tek arkivat ruse. Po, medalja që ai më në qafë në 2 për imazheve,
të thoja ma signifikativ, një moshë të re, një moshë maturimit, kam arrit ta skanoj me një rezolucion shumë të madh për të kuptuar se çka është të shkruar. Atëherë kam filluar të hulumtoj rreth kësaj medalje, deri që pastaj kam bërë një kërkesë pranë autoriteteve ruse të arkivave për të nxjerrë një listë nëse Marubi figuron. Dhe ato më kanë sjellë 2 dokumente. Edhe fotot e katedrales e cila u shëm nuk ekziston më. Motivacioni i medaljes ishte dhënë enkas për vlerat e Marubit si artist dhe si arkitekt i katedrales ortodokse të Shkodrës, Aleksandr Nevski, dhe pjesë të këtyre dokumente janë edhe një sër fotosh që janë vënos, dhe paktën kështu e kena rifitu këtë dimension kult i cili është edhe i pari i shkatërruar në diktaturën komuniste. Në vitin 1961 është fillon me këtë lufta ndaj klerit. Edhe kjo shpjegon edhe faktin pse jetoi 7 vite në konsullatën ruse. Kur keni marrë në dorë Muzeun Marubi në Shkodër, keni nisur inventarizimin e plot, po edhe digitalizimin e fotove të Marubit. Dhe ky analizim ju ka bërë të keni edhe një panoramë më të plot të gjithë punës që ka bërë Pietro Marubi, të fotove të para, të teknikave që ka përdorur, të njerëzve shumë të panjohur. Aty ka foto, thonë ju, stereoskopike, satirike, ka panorama të qyteteve, natyrisht ka foto të njerëzve të panjohur dhe të personaliteteve dhe familjeve të mëdha të kohës. Atëherë, këtu du të them, du ta nisi nga kjo. Është krijuar gjithmonë një edukim i keq ndër vite në vendin tonë që rënim drejt u bë kjo e para, u bë ajo e para, ndërkohë që mendoj që problemi duhet shtruar duhet shtruar disi më ndryshe. Mendoj që duhet shtruar se si fillon ky medium i fotografisë, çfarë trajtojnë imazhet dhe si jena ne pastaj në raport me vendet e tjera. Këtu vazhdoj e them, bëj prep këtë apel se shpeshherë kemi dëgjuar, jemi të partë në Ballkan, duhet t'i marrim disa gjëra pak më shtruar. Po, Marubi ka një aktivitet të gjerë dhe fillimisht aktiviteti i tij është me imazhet panoramike të Shkodrës. Dhe mjeshtria e tij shkon po kështu në përshtatshmëri ose në sinkron me emrat më të mëdha të fotografisë shekullit 19. Unë po bëj një paralelizëm me vëllezërit Abdullah në Stamboll, apo me Felix Bonfil, apo me Kargopolos, të cilët janë fotografë që na lajnë dëshmitë e fotove të para panoramike. Pjesë këtyre fotove të para panoramike ka edhe Shkodra, një imazh i shkrepun në 12 poza të ndryshme nga Marubi, diçka që është mjaft e rrallë për atë kohë. Një herë shtregon edhe një mjeshtri shumë të madhe. Kena pamje të qyteteve si të Shkodrës edhe si të Malit të Zi, madje edhe një imazh i Tiranës i vitit 1861, pra që është shumë herët. Pra xhamia bashkë me Sahatin. Pra që e rëndisin Marubin si më të hershmin në shkrepjet e këtyre imazhe. Pastaj s'duhet harrojmë një moment tjetër. Ky italian i cili vjen në Shkodër nuk është fort i ndryshëm nga ato të huajt që edhe sot vinë, që mas parit rëndin drejt gjanave tradicionale të vendit. Ky emigrant politik, si që shuani ju. Kështu që kurioziteti e bën që të fotografote pafundësisht figura, klientët e tij, të cilët i banin përshtypje për rrobat kombëtare. Dhe këto imazhe ai kthen pastaj në ato kartolinat, të cilat edhe janë gjurmë të para se si promovohet, se si bota e huaj fillon e njeh Shqipërinë përmes këtyre suvenirë d'Albani, dë Shkodër. Edhe kartolinave vieneze. Kështu që
Pastaj janë litografët vjenez, ato që marrin imazhet Edhe i bën kartolina. I masivizojnë dhe kështu fillon. Zoti Bedeni, nuk do të kishim këtë dinasti Marubi që njohim sot, sikur Pietro të mos kishte qenë kaq larg pamës dhe kaq bujar. Por edhe kaq i mençur. Ai mori në shtëpinë e tij familjen Kodheli, burrin, gruan dhe 4 kalamajt dhe i bëri familjen e tij, meqense edhe nuk kishte fëmijë, duke u dhënë fëmijëve të tyre zanatin e mrekullueshëm të fotografit, duke financuar edhe me para shkollimin e tyre në Trieste për të mësuar artin e fotografisë. Unë mendoj që mos jo vetëm fotografisë, e kam thënë shpeshherë, fal Marubit na kena një binom i cili shkon thekshëm si në fotografi, si në pikturë dhe arkitekturë. E them këtë sepse një herësh Marubi merr 2 djemt e kopshtarit ti, dhe kolidromenon pastaj. Dhe Kelin, e njëkohësisht edhe kolidromenon. Dhe ka se çfarë ti mësoj te 3 këtyne djem. Fati ke çdon që Matia të ndahej nga jeta në moshën 18 vjeçare, mas një eksperiencë që ai e merr në Trieste. Nga tuberkulozi. Por pastaj çfarë ndodh? Keli vijon aktivitetin e studios, sërish duke shku në Trieste për të mësuar teknikat më të fundit të fotografisë, dhe Kolidromeno shkon në Venecie, në Akademinë e Arteve. Të dy kthehen pas vdekjes së Pietro Marubit, të dy këto individ, edhe mas tërmetit të vitit 1905, spikasin. Njëri në fotografi, i cili fillon të dokumentoj njerëzit e smur, njerëzit me probleme të mëdha shëndetësore, të plagosurit e tërmetit, damet e shkaktuara nga tërmeti, luftrat për rreth, e tjerë, aktiviteti madhor i Kelit, deri në momentin e aktivitetit patriotik të tij. Por që kjo mbetet për një moment tjetër. Një herësh spikat Idromeno si një arkitekt i ri, i cili po rimkam të Shkodër. Shiko, ky libër ka shumë çka për të zbuluar përpara lexuesve, para opinionit publik shqiptar dhe mund të rrinim edhe më gjatë të folur, por dua ta mbyllim me historinë e asaj që njihet ndoshta si foto e parë shqiptare nga opinioni publik. Ju thoni e shkrepun nga Pietro Marubi, është ajo e qytetarit shkodran Hamza Kazazi, 1779-1859, e cila nuk i është nështruar asnjëherë një analizë të mëtejshme, ju e keni bërë. Atëherë, do thoya që unë jam i treti në rrallën e hulumtuesve të këtij imazhit. Sepse mendoj që një hulumtim të jashtëzakonshëm ka bërë shumë vite përpara me Zia Shkodra, i cili e hulumton këtë imazh duke sjellë për herën e parë disa fakte që lidhen, fakte anagrafike, të detajeve nga matmërshme historike që lidhen me figurën e Hamza Kazazit. Dhe është i pari i cili jep hell dyshimet konkrete që ky është e pamundur që Marubit ketë bërë këtë fotografi në vitin e supozum 858. Një moment tjetër është ai studiuesi Dashnor Kokonozi, i cili e analizon teknikisht fotografinë. Unë vi treti në rrallë për aspektin e arkivistikës. Dhe unë kam hulumtu këtë imazh, do thoya në një mënyrë të rastësishme, gjatë procesit të inventarit të arkivit të Muzeut Marubi. Dhe këtu atëherë më është dashur që të kuptoj në të vërtetë se çka ka ndodhur. Dhe që flasim për një person tjetër, i cili është një konsul italian i Shkodrës, Alessandro Di Rege Di Donato, dhe se referu viteve tia të prezencë si diplomat në Shqipëri, është e pamundur që ajo fotografi tjetë fotografia parë shkrepur nga Marubi. Dhe me të drejtë shumë kush këtu, ma shumë se sa tjetë interesum të di më shumë për këtë imazh, është interesum të di se kush është fotografia parë. Kjo është një pyetje që më shumë të mbahet. Nuk ka se kemi një fotografi të parë. Kemi një sër imazhesh të para të shkrepura nga Marubi, që kryesisht janë pamje të qytetit. Një pasuri e çmuar që ju e ruani fort dhe me shumë kujdes në
Muzeun Marubi. Lucian Medeni, ju falenderoj shumë që ishit në një grush librash. Me këtë libër nuk hezitoj ta quaj të çmuar, të vyer, të mrekullueshëm për historinë e Pietro Marubit dhe të rrugtimit që nga fillesat të fotografisë shqiptare. Faleminderit që ishit në program. Faleminderit, kënaqësi.